Emigrimi ka qenë një dukuri e vazhdueshme në historinë njerëzore dhe nuk ka kursyer as popullsitë ilire, arbërore dhe shqiptare, nga antikiteti deri në kohët moderne. Burimet e para të dokumentuara për lëvizje masive të arbërorëve vijnë nga krisobulat bizantine të shekujve 12-13, ku përmenden zhvendosje drejt Greqisë dhe zonave të tjera të Ballkanit Jugor. Dokumentet japin të dhëna mbi drejtuesit e këtyre lëvizjeve, si familjet Buaj, Mazarek apo Shpata, si dhe mbi kushtet e vendosjes, marrjen e tokave të braktisura dhe detyrimin për shërbim ushtarak në mbrojtje të perandorisë bizantine. Këto emigrime ishin kryesisht paqësore, por her pas here edhe të dhunshme. Prania e arbërorëve në Greqi daton edhe më herët, që në shekujt 6-7, në shekujt 14-15, lëvizjet u bën më masive dhe të dokumentuara, me vendosje të shumta në Peloponez, Atik dhe zona të tjera. Kjo popullsi ndikoi në zhvillimin e këtyre territoreve dhe krijoi balanca të reja etnike, ku në disa raste arbërorët përbënin shumicën. Me pushtimet osmane, arbërorët u kthyen në një forcë të rëndësishme rezistence. Pas rënjes së këtyre territoreve, shumë prej tyre u detyruan të largohen drejt Italisë, ku u vendosën në Kalabri, Sicili dhe zona të tjera. Në Itali, arbëreshët u integruan duke ruajtur identitetin, ndërsa luftëtarët shqiptar, të njohur si stratiot, u dalluan në shumë betejë europiane. Vendbanimet arbëreshe nuk lidhen vetëm me emigrimet pas vdekjes së Skënderbeut, por edhe me valë të mëparshme nga Greqia. Sot, gjurmët të këtyre emigrimeve ruhen në mbiemra, gjuhë, tradita dhe dokumente historike, duke dëshmuar vazhdimsinë dhe identitetin e fortë të kësaj popullsie ndër shekuj.